Policia qëllon me armë makinën e të riut në Lezhë. Shoferi, pa leje drejtimi, rrezikoi jetën e efektivit. Drejtonte automjetin me leje drejtimi të hequr, si dhe tentoi të largohej me shpejtësi, duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë, por falëndërhyrjes së menjëhershme dhe profesionale, drejtuesi i automjetit u neutralizua pa pasoja rreth orës 12 në aksin rrugor Lezhë-Shkodër në vendin e quajtur Gajush. Shërbimet e njësisë operacionale për sigurinë rrugore dhe sigurinë e autostradave të caktuar me shërbim në Lezhë i bën shenjë për ndalim një automjeti që po kryente manovra të rrezikshme për përdoruesit e tjerë në rrugë. Drejtuesi i mjetit shtetasi ID 26 vjeç banues në Lezhë, pas verifikimeve rezultoi se drejtonte automjetin me leje drejtimi të hequr për një shkelje të mëparshme. Në momentin e verifikimit të shkeljes dhe komunikimit të punonjësit policisë për ta shoqëruar këtë të fundit për veprime të tjera në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, drejtuesi i mjetit ka refuzuar të bindet urdhrave të ligjshëm të punonjësit të policisë dhe me veprimet e tij për t'u larguar ka paraqitur rrezik qartësisht të dukshëm për jetën e punonjësit policisë, i cili në kushtet e rrezikut të drejtë për drejtë real dhe të çastit dhe me qëllim parandalimin e një pasoje më të rëndë përdori armën e shërbimit duke e qelluar në gomën e automjetit që drejtohej nga shtetasi ID duke bërë të mundur ndalimin e tij, ku gjatë kontrollit ju gjet edhe një armë e ftohtë pa leje nga organet kompetente. Ngjarja është menaxhuar pa pasoja për jetën apo shëndetin e qytetarëve dhe punonjësve të policisë. Drejtuesi i mjetit, shtetasi ID dhe pasagjeri që ndodhej me të, shtetasi S 20 vjeç, të dy banues në Lezhë, janë shoqëruar në ambientet e Komisariatit Policisë Lezhë, ku ndaj drejtuesit të mjetit po kryen veprimet e mëtejshme hetimore për veprat penale, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt, kundërshtimi i punonjësit policisë, rendit publik, si dhe përdorimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta të parashikuar nga nene 291, 236 dhe 279 të kodit penal. Një grup i posaçëm hetimor nga strukturat përgjegjëse të policisë së shtetit dhe të agjencisë së mbikëqyrjes policore, i drejtuar nga prokuroria pranë gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, po kryen të gjitha veprimet hetimore për të sqaruar rrethanat e ngjarjes si dhe kushtet e përdorimit të armës së zjarrit nga efektivi i policisë për neutralizimin e drejtuesit të automjetit.